Sot 3 vjet hyri në Big Brother VIP, Louise Ailey, një derë që ndryshoi jetën time. Më 24 dhjetor, një datë me domethënie të veçantë për Louise Ailey. Artisti hyri në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 2, një hap që do të shënonte një kthes të madhe në jetën e tij personale dhe profesionale. Ky format u bë jo vetëm një sfidë, por edhe një derë e re që i hapi rrugën një kapitulli të ri. Gjatë rrugtimit të tij në Big Brother VIP Albania 2, Louise arriti të fitojë zemrat e publikut me sinqeritetin, forcën emocionale dhe historinë e tij jetësore, duke u shpallur fitues si formati. Brenda shtëpisë, ai njohu edhe Kiara Titon, me të cilën lindi një histori dashurie që vazhdon edhe sot. Sot, Louise dhe Kiara janë prindër të një vajze, Lunës, e cila sipas tij është drita që i ka mposhtur çdo dhimbje. Në një postim emocional, ai ka reflektuar mbi humbjet, dashurinë, shpresën dhe mirënjohjen, duke ndarë me ndjekësin ndjesitë e kësaj date të veçantë për të. Postimi i plot i Louise Ailey. Sot është 24 dhjetor. Një natë me shumë peshë për zemrën time. 5 vite pa babin, mungesa e tij s'plaket kurrë. Në çdo ditë krishtlindjesh më mungon zëri i tij. 3 vite me Kiaren, një takim që erdhi kur isha i thyer, dhe u bë shpëtim i heshtur. Solli në jetë Lunën, një dritë e vogël që mposht çdo dhimbje. Ti je arsyeja pse shpresa nuk shuhet. Dhe hyrja ime në atë format, një derë që ndryshoi jetën time, më rriti, më provoi, më rindërtoi. Sonte kam lot, dashni, kujtime dhe falënderim. Nuk po festoj, po ndjej. Gëzuar Krishtlindjet për ata që janë me ne dhe për ata që jetojnë përgjithmonë në zemër. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.